Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i detyrë i Kosovës fajson Lidhjen Demokratike të Kosovës për dështimin e krijimit të qeverisë së re dhe çorjen e vendit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në një konferencë për shtyp një ditë pas dështimit në kuvent të votbesimit, qeverisë Albin Kurti deklaroi se synimi i tij ka qenë krijimi i qeverisë me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe nismën, por sipas tij, LDK-ja po e pengon këtë proces. Unë nuk jam penduar që kam provuar me këto dy subjekte të bëj koalicion qeverisës, sepse tjetër çka nuk mendoj që është mirë për shtetin, nuk është as i përshtatshme për neve, por po them edhe një herë, përveç mos pajtimeve, kemi edhe sjellje të çuditshme të cilat nuk dim edhe me tamam si t'i kuptojmë. Kurti tha se kishte krijuar përshtypjen se kundërshtimi i tij nga LDK po bëhet në nivel personal. Kryeministri i detyrë deklaron se është në komunikim të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar që Kosova t'i kthejë stabilitetit institucional. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Avdigjiku dhe ai nismë social-demokrate konfirmuan vijimin e bashkëpunimit. Pas takimit të zhvilluar mes tyre, Avdigjiku e komentoi këtë bisedë të shkëlqyer. Ishte një takim i shkëlqyeshëm me një mik të shkëlqyeshëm siç është Fatmir Limaj, deklaroi Lumir Avdigjiku. Me pas dosht, ju me ditë ju kishëm thirrë mbrana takim. Tensionet në kampin opozitar kanë qenë të rritura në raport me nismën pas përpjekjeve të kësaj të fundit për koalicion me vetvendosjen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku është një tjetër person në hetim nga SPAK, pasi interesimit të deputetes Partisë Demokratike Jurita Tabaku ndaj kreut të prokurorisë speciale. Altin Dumani tha se për çështjen në hetim nuk ka asnjë koment. Deputetja Tabaku pretendon se nga nivelet e larta të ekzekutivit apo eksponent të krimit të organizuar është ushtruar presion ndaj prokurorit posaçëm Dritan Prençi lidhur me një çështje që përfshin zëvendës kryeministrin Balluku. Krahas asaj, Dumani deklaroi se dhe deklaratat në distancë të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmeta, i cili pretendon se po zbulon afera të ndryshme, vlerësohen rast pas rasti, ndërsa nuk mungoi thirrja që ai të marrë statusin e të penduarit të drejtësisë për zbërthimin e aferave që ai pretendon. Kryeprokurori Olsian Çela gjatë raportimit në Kuvendin e Shqipërisë ka pranuar gabimin që është bërë me arrestimin e avokatit në Elbasan në sallën e gjyqit. Ai theksoi se kjo është një masë ekstreme ndaj avokatit dhe sipas tij nuk duhet të ndodhte. Sipas Olsian Çelës, shkak për ngjarjen është bërë dhe mungesa e përvojës së prokurorëve të rinj. Punimet për ndërtimin e linjës hekurudhore me shpejtësi të lartë të korridorit të 10 pritet të fillojnë vitin e ardhshëm në Maqedoninë e Veriut. Hekurudha me shpejtësi të lartë është në procesin e përgatitjes së dokumenteve të nevojshme, siç janë një studim fizibiliteti, një studim vlerësimi mjedisor dhe të tjera, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Histria Mickoski njoftoi se zbatimi nuk do të ndodhë deri në tetor ose nëntor të vitit të ardhshëm dhe tani po përgatiten studimet e nevojshme. Është një proces që zgjat 270 ditë, duhet të përfundojë diku në maj ose qershor. Pastaj do të hyjmë në një dialog konkurrues për të zgjedhur një kontraktues për projektin dhe presim që në tetor-nëntor vjeshtën e ardhshme të fillojmë zbatimin e këtij projekti, tha kryeministri Histria Mickoski. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.